është vendosur ndaj deputetes Belinda Balluku me 19 nëntor të vitit 2025 dhe aktualisht që flasim është në fuqi. Por me datën 16/12/2026, prokuria e posaçme ka vënë lëvizje Kuvendin e Shqipërisë dhe kërkon zëvendësimin e kësaj mase me masën e arrestit, duke pretenduar ekzistencën e rëndimit nevojave të sigurimit, rrezikun e prishjes provave, rrezikun e aratisjes dhe rrezikun e kryes veprave tjera penale. Këshilli pasi dëgjoi prokurorët, edhe mbrojtësit e deputetes Belinda Balluku, zhvilluam një diskutim me dyert mbyllura për të respektuar sekretin hetimor. Ishte edhe një kërkesë e prokurisë posaçme që mbledhjet e Këshillit të zhvillohen me dyert mbyllura për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Zhvilluam diskutimet tona dhe në përfundim kemi këtë qëndrim tonin. Lidhur me rëndimin e nevojave të masës sigurimit. Këshilli ka marrë në konsiderat standardin e ligjor parashikuar nga neni 260.3 e kodit procedurës penale për zëvendësimin e masave të sigurimit. Kjo dispozitë kërkon shumë qartë ekzistencën e rrethanave të reja objektive që e bëjnë masën ekzistuese të sigurimit të pamjaftueshme për të garantuar zhvillimin e rregullt procedimit penal. Tani, prokuria e posaçme në relacionin që bashkëshoqëron kërkesën, thot janë shtuar edhe disa fakte apo episode të reja penale, çka sipas prokurorisë, shtimi i këtyre episodeve të reja e shton automatikisht sanksionin e veprës, por edhe dëmin hipotetik që ka fsuar shteti nga këto procedura të prokurimit publik. Në vlerësimin tonë si antar të Këshillit, nëse do të pranohet fakti se çdo zgjerim i hetimit mund të konsiderohet një rrethanë e re që të justifikoj arrestin si masë ekstreme, atëherë i bie që çdo procedim penal kompleks me shumë episode do të përfundonte domosdoshmërisht në paraburgim. Gjë që do të binte në kundërshtim me parimin e proporcionalitetit dhe me natyrën përjashtimore të arrestit si masë sigurimi. Ndërkohë që në jurisprudencën dhe doktrinën procedurale është pranuar gjerësisht se paraburgimi mbetet mjeti i fundit. Edhe me shtimin e episodeve të reja të pretenduara, ama ka një fakt që nuk ndryshon. Natyra e veprës penale njelet e njëjta. Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike. Pra nuk ka një vepër penale të re që të jetë shtuar deputetës Belinda Balluku nga prokuria posaçme kundër korrupsionit. Njelet e njëjta. Pra pretendimi për rëndimin e nevojave të sigurimit nuk rezulton të përmbush standardin procedurial të kërkuar për zëvendësimin e masës së sigurimit. Mbi rrezikun e prishjes provave, prokuria posaçme pretendon ekzistencën e një rreziku të ndikimit në procesin penal, duke përmendur mundësinë e ndikimit përmes personave me influencë, ndikimit përmes zyrtarëve të administratës, si dhe tentativa presioni ndaj dëshmitarëve. Tani, lidhur me këtë pretendim, sigurisht në kërkesën e prokurisë posaçme lidhur me rrezikun e prishjes provave, prokuria posaçme i referoi funksioneve ekzekutive, kryesisht funksioneve ekzekutive që ushtronte deputetja Belinda Balluku, por e thash që në krye të kërkesës që ky shkak tashmë ka rënë. Por përtej kësaj, tani lidhur me rrezikun e prishjes provave, sot që flas, nuk ka një akuzë për pengim drejtësisë. Ndaj deputetës Belinda Balluku nuk ka një akuzë për pengim drejtësisë. E dyta, qoftë relacion, qoftë në parashtrimet e palëve në mbledhjen e Këshillit, nuk ka asnjë provë
direkte apo indirekte, ku deputetja Belinda Balluku të ketë përdorur ndikimin e saj për të prishur provat që ka në dispozicion organi i akuzës. Aq më tepër që vepra penale për cilën akuzohet Belinda Balluku është vepër penale me natyrë administrativo-penale. Çka do të thotë, i gjithë dokumentacioni i praktikave të dyshuara që përbëjnë veprën penale të pabarazisë në tendera, sot janë të sekuestruara në Ministrinë e Infrastrukturës dhe në institucionet e tjera dhe janë në dispozicion të organit prokurisë. Po ashtu, edhe një sër provash të tjera, kryesisht me dëshmitar, janë administruar nga organi i akuzës. Çfarë paraqiti prokuria e posaçme në mbledhjen e Këshillit me dyert mbyllura? Duke i qëndruar besnik ruajtjes së sekretit hetimor, na paraqitet një proces verbal ku dy shtetëse bisedojnë me njëra tjetrën. Është një provë e siguruar me mjetet posaçme të hetimit, sigurisht konform procedurës penale me vendim gjykate, ku bisedojnë me njëra tjetrën, lidhur me dëshminë që njëra nga këto shtetëse ka dhënë gjatë hetimit në provën e posaçme, e cila pretendon se ose të paktën ka pretendime se mbi këtë kjo dëshmitare është intimiduar në dëshminë e vet. Nuk rezulton në fakt as nga proces verbali që na u paraqit, as nga deklarimet e kësaj shtetëse që ajo të jetë intimiduar nga deputetja drejt për drejti jo e jo, por edhe kur thuhet nga kabineti, kabineti është nocion abstrakt në kuptimin e hetimit. Pavarësisht se kabineti përbëhet nga funksionar publik me emra dhe me mbiemra, në kuptimin e pretendimeve që ajo thotë është nocion abstrakt. Dhe hetimi penal nuk mund zhvillohet mbi kabinetin. Por edhe pretendimi se kjo dëshmitare është intimiduar nga persona të fortë, në fakt nëse nuk gaboj në vlerësimin e asaj që u deklarua në Këshill, thuhet unë do t'i qëndroj dëshmisë time, çfarë kam thënë prokuri, dhe nuk e ndryshoj dëshminë, edhe sikur të intimidohem dhe nga persona të fortë. Por në të gjitha rastet, një provë e tillë do duhet provohet edhe me prova të tjera. Sepse një dëshmi e tillë e siguruar me mjetet posaçme të hetimit bën pjesë, siç e dim që të gjithë, janë mjet i kërkimit provës dhe nuk mund të jenë provë. E dyta, lidhur me dëshmitare. Është me rëndësi ta them, ndonse është një detaj procedurial, ajo ka statusin e të pandeurës në këtë procedim penal. Dhe referuar kodit procedurës penale, thënjet e një të pandeure apo bashkëpandeure në të njëjtin procedim penal, në të gjitha rastet merren me rezervë. Dhe kjo del nga fakti që i pandeuri në një procedim penal nuk mban përgjegjësi penale për dëshmi treme. Është i lirë në pohimet dhe mohimet e veta për sa kohë ruan këtë cilësi. Pra, rreziku i prishjes provave nuk u provua me fakte reale. Por